Singapori, rreth 83-84 vjet. Ai qëndron në vendin e 10 për jetëgjatësinë mesatare, e cila ka një rritje të konsiderueshme gjatë dekadave të fundit. Singapori ka një sistem kujdesi shëndetësor të klasit botëror, që thekson kujdesin parandalues, zbulimin e hershëm dhe menaxhimin efikas të sëmundjeve kronike. Ai nuk është tërësisht falas, por ofron mbulim universal të kujdesit shëndetësor përmes një kombinimi të kursimeve të detyrueshme, subvencioneve qeveritare dhe opsioneve të sigurimit privat, duke e bërë kujdesin shëndetësor përgjithsisht të arritshëm. Investimet e vazhdueshme në kërkimin mjekësor, testimet e avancuara diagnostikuese dhe trajtimet inovative kontribuojnë në rezultate më të mira për pacientët dhe jetëgjatësi. Stili jetesës dhe efektet e tij të shëndetshme janë kryesisht rezultati politikave qeveritare dhe planifikimit të mirë urban. Ligjet e rrepta për hedhjen e mbeturinave dhe ruajtja e një mjedisi urban të pastër, të gjelbër dhe të bukur kontribuojnë në shëndetin publik dhe një ndjenjë mirëqënieje. Italia, rreth 83-84 vjet. Ajo renditet në vendin e 9 dhe faktori më me shumë ndikim në këtë vlerësim është dieta mesdhetare e konsumuar gjerësisht në këtë vend. Ky model dietik është një gur themeli i shëndetit italian dhe njihet në të gjithë botën për përfitimet shëndetësore që ofron. Fruta të freskëta të bollshme, perime, drithra të plota bishtajore, arra dhe vaj ullirit janë vetëm disa nga përbërësit e traditës së zonës. Gjithashtu, produktet e detit njohin një konsum të konsiderueshëm në Itali si kudo tjetër në mesdhe, ndërkohë, qumshti dhe vera e kuqe kanë një konsum të moderuar e përpasoj ndikimi i tyre është kryesisht pozitiv. Kjo dietë redukton ndjeshëm sëmundjet kardiovaskulare, diabetin e tipit 2, obezitetin dhe shumë shqetësime të tjera. Përbërësit e freskët, sezonal dhe shpesh me burim vendas gjithashtu luajnë një rol vendimtar. Italia ka një sistem shëndetësor publik përgjithsisht shumë të mirë, të financuar nga taksat publike. Ky mbulim siguron që kujdesi mjekësor cilësor, duke përfshirë shërbimet parandaluese, diagnozat dhe trajtimet, të jetë i disponueshëm për të gjithë. Lidhjet e forta shoqërore, mbledhjet e shpeshta dhe një prevalencë e ulët e vetmisë kontribuojnë ndjeshëm në mirëqenien mendore dhe emocionale, gjë që ndikon në shëndetin fizik dhe jetëgjatësinë. Edhe në pleqëri, italianët shpesh mbeten antar aktiv të familjeve dhe komuniteteve të tyre. Australia, rreth 83-84 vjet. Australia renditet midis vendeve më të mira në nivel global për jetëgjatësinë. Sistem universal i kujdesit shëndetësor i njohur si Medicare ofron akses falas ose të subvencionuar të shërbimeve mjekësore. Kjo garanton një kujdes të mirë parandalues, diagnostikues dhe trajtimesh për pjesën më të madhe të popullsisë. Australianët në përgjithësi përqafojnë një stil jetese aktiv, shpesh duke u angazhuar në sporte, ecje dhe aktivitete në natyrë për shkak të klimës së favorshme. Ndërsa nuk është aq e përcaktuar në mënyrë strikte sa dietat mesdhetare ose japoneze, australianët konsumojnë prodhime të freskëta dhe ushqime të larmishme. Nivelet e ndotjes ambientale janë relativisht të ulta, me ajër dhe mjedise shumë të pastra. Krahasuar me vende të tjera anglishtfolse me të ardhurat të larta, Australia ka një shkallë më të ulët të konsumit të duhanit dhe alkoolit dhe kontroll më të rrept të armëve. Iniciativat efektive të shëndetit publik, duke përfshirë programet e vaksinimit dhe fushatat kombëtare të shqyrtimit për sëmundje të ndryshme, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e shkallës së jetëgjatësisë. Zvicra, rreth 83-84 vjet. Ajo krenohet me një nga jetëgjatësitë më të larta në botë fal disa faktorëve që kontribuojnë në këtë drejtim. Zvicra është një kombi pasur me një standard të lartë jetese, që çon në kushte më të mira të përgjithshme jetese, akses në burime dhe një ndjenjë të fortë mirëqenieje midis popullsisë së saj.
Të ardhurat dhe nivelet e larta të arsimit janë të lidhura ngushtë me jetëgjatësinë, pasi individët e arsimuar kanë tendencë të bëjnë zgjedhje më të shëndetshme dhe kanë më shumë informacion apo kujdes shëndetësor. Sistemi i kujdesit shëndetësor është shumë i vlerësuar dhe i njohur për cilësinë e tij, duke garantuar mbulim të plotë në nivele të ndryshme dhe veçanërisht me kohë minimale pritjeje. Stili i jetesës zvicerane shpesh integron aktivitetin fizik. Shumë njerëz merren me sporte në natyrë dhe ecja konsiderohet pjesë e rutinës së përditshme. Natyra është kryesisht e paprekur, duke e përfshirë ajrin e pastër dhe rezervat e bollshme të ujit të ëmbël, të cilat kontribuojnë në një shëndet më të mirë publik. Spanja, rreth 83-84 vjet. Spanja renditet vazhdimisht midis vendeve kryesore në nivel global për jetëgjatësinë. Faktori kryesor që e sjell këtë benefit konsiderohet modeli tradicional i të ushqyerit me fruta të freskëta, perime dhe drithëra të plota e të bollshme. Konsumi i lartë i vajit të ullirit si burimi kryesor i yndyrës, ai i peshkut dhe ushqimeve të freskëta të detit, arrat, bishtajoret dhe konsumi i moderuar i verës së kuqe janë karakteristike në kulturën spanjolle. Kjo dietë është e lidhur fort me shkallë më të ulta të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit dhe obezitetit dhe zvogëlon inflamacionin. Sistemi publik i kujdesit shëndetësor ofron mbulim të plotë, duke siguruar që të gjithë banorët të kenë kujdes me cilësi të lartë pavarësisht nga të ardhurat. Kjo ka përmirësuar shëndetin e përgjithshëm të popullsisë që nga themelimi i këtij programi në vitin 1986. Ecja është një mënyrë e jashtëzakonshme, transporti për banorët dhe aktivitetet në natyrë janë thellësisht të integruara në jetën e përditshme, duke kontribuar në nivele më të larta të aktivitetit fizik. Kultura spanjolle vlerëson shumë kohën e lirë dhe ekuilibrin punë-jetë, gjë që ndihmon në uljen e stresit dhe promovon mirëqenien e përgjithshme. Klima e ngrohtë dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit inkurajon një stil jetese në natyrë gjatë gjithë vitit, duke çuar në më shumë aktivitet fizik dhe ekspozim të mjaftueshëm ndaj vitaminës D. Në thelb, jetëgjatësia e lartë e Spanjës është një dëshmi e efektit sinergjik të një diete të shëndetshme mesdhetare, një sistemi të fuqishëm të kujdesit shëndetësor publik dhe një stili jetese që i jep përparësi aktivitetit fizik dhe lidhjeve të forta shoqërore. Koreja e Jugut, rreth 83-84 vjet. Ky shtet ka përjetuar një rritje të jashtëzakonshme të jetëgjatësisë gjatë dekadave të fundit, duke u renditur midis vendeve më të mira në nivel global. Shifrat madje tregojnë se gratë e Koresë së Jugut mund të jenë të parat që do të tejkalojnë një jetëgjatësi mesatare prej 90 vjetësh deri në vitin 2030. Sigurimi shëndetësor kombëtar që prej vitit 1989 garanton akses të gjerë për të gjithë qytetarët me efikasitet të lartë dhe investime të konsiderueshme në infrastrukturë dhe teknologji mjekësore. Vëmendje e veçantë i kushtohet parandalimit të sëmundjeve përmes programeve të rregullta të vizitave dhe fushatave të vaksinimit, të cilat ndihmojnë në zbulimin dhe menaxhimin e hershëm të problemeve shëndetësore. Dieta tradicionale koreane shpesh përmendet si një kontribues i madh në shëndet. Është e pasur me perime, ushqime të fermentuara si kimchi i njohur për probiotikët, oriz dhe proteina, me një konsum relativisht më të ulët të mishit të kuq dhe yndyrnave të pashëndetshme. Edhe pse shumë i urbanizuar, banorët aplikojnë shumë kulturën e udhëtimit për në punë, duke inkurajuar aktivitetin fizik të përditshëm. Tjetër faktor me ndikim është zhvillimi i shpejtë ekonomik që nga vitet 1960, i cili përmirësoi ndjeshëm standardet e jetesës, ushqyerjen dhe reduktimin e stresit. Japonia, rreth 84-85 vjet. Vendi ka njën nga jetëgjatësitë më të larta në botë, shpesh duke kryesuar ose duke u renditur shumë afër majës, ku primatin e mbajnë gratë të cilat zakonisht jetojnë më gjatë, rreth 87-88 vjet. Kjo jetëgjatësi e jashtëzakonshme është rezultati një kombinimi faktorësh ku më i rëndësishmi konsiderohet kultura dietike.
Ajo tradicionale japoneze konsiderohet gjerësisht si gur themeli i jetëgjatësisë, karakterizuar nga konsumi i ulët i mishit të kuq dhe ushqimeve të përpunuara. Krahasuar me dietat perëndimore, ajo përfshin dukshëm më pak yndyrna të ngopura dhe sheqerna të përpunuara, ndërkohë që është e pasur me peshk dhe ushqime me bazë bimore. Konsumi i lartë i këtyre të fundit dhe pasuria e tyre me acide yndyrore omega 3 është i zakonshëm. Praktika e të ngrënit derisa të jeni 80% të ngopur, duke promovuar të ngrënit me kujdes dhe duke parandaluar te ngopjen, ndihmon në ruajtjen e niveleve më të ulta të obezitetit. Gjithashtu, konsumi i rregullt i çajit jeshil me fuqinë e tij antioksiduese është tjetër faktor me shumë ndikim. Sa i përket asistencës shëndetësore, Japonia aplikon një sistem universal që prej vitit 1961, duke siguruar akses të barabartë dhe me cilësi të lartë për të gjithë pacientët. Japonia i jep përparësi kujdesit parandalues, duke përfshirë kontrollet rutinë shëndetësore dhe zbulimin e hershëm, gjë që kontribuon ndjeshëm në uljen e vdekshmërisë nga sëmundjet të kurueshme në kohë. San Marino, rreth 84-86 vjet. Ajo është një nga republikat më të vogla në botë dhe regjistron vazhdimisht një jetëgjatësi mesatare jashtëzakonisht të lartë, e cila ndikohet nga disa faktorë kryesor, duke filluar nga efikasiteti i sistemit shëndetësor. San Marino ka një sistem të kujdesit shëndetësor gjithëpërfshirës që i jep përparësi solidaritetit dhe barazisë, duke siguruar që të gjithë qytetarët dhe banorët të kenë qasje në shërbime të plota shëndetësore dhe sociale. Shpesh vlerësohet ndër sistemet më të mira të kujdesit shëndetësor në Europë. Kjo përfshin programe të forta parandaluese dhe një fokus në shërbimet shëndetësore të përqendruara në komunitet. Banorët jetojnë në një standard të lartë jetese, ekonomi të qëndrueshme dhe nivele të ulta ndotjeje për shkak të sipërfaqes së vogël të vendit. Kjo kontribuon në një mjedis me nivel shumë të ulët stresi. Ngjashëm me Italinë fqinje, popullsia shpesh i përmbahet një diete në stilin mesdhetar, e njohur për përfitimet e saj shëndetësore nga produktet e freskëta, vaji i ullirit dhe ushqimi i ekuilibruar. Pavarësisht se është një mikroshtet, qasja e fokusuar e San Marinos ndaj shëndetit publik e kombinuar me standardin e lartë të jetesës dhe faktorët e stilit të saj, luan një rol të rëndësishëm në jetëgjatësinë e zgjatur të popullsisë. Hong Kongu, rajoni i Kinës rreth 85-86 vjet. Hong Kongu renditet vazhdimisht ndër vendet më të mira në nivel global për jetëgjatësinë. Kjo i atribuohet disa faktorëve, duke nisur nga kujdesi shëndetësor i shkëlqyer dhe i aksesueshëm për të gjithë. Ai është tërësisht publik, shumë efikas dhe i subvencionuar, duke siguruar mbulim të gjerë në shërbime mjekësore tepër cilësore. Kjo përfshin shkallë të ulët të vdekshmërisë foshnjore dhe të nënave në lindje. Dietat ushqimore janë të shëndetshme duke marrë si shembull ato tradicionale, kantoneze, të pasura me ushqime të freskëta deti dhe perime, të cilat janë një kontribues i rëndësishëm për shëndet të mirë. Stili i jetesës është aktiv, pavarësisht mjedisit të dendur urban. Shumë banor të Hong Kongut mbajnë nivele të larta të aktivitetit fizik, shpesh duke ecur shumë për shkak të infrastrukturës dhe transportit publik të projektuar mirë. Shkalla e konsumit të duhanit është e ulët si pasojë e fushatave efektive kundër tij. Lidhjet e forta familjare dhe angazhimi i komunitetit, veçanërisht për të moshuarit, kontribuojnë shumë në uljen e izolimit shoqëror dhe ndikojnë në mirëqenien mendore. Monaco, rreth 87 deri në 89 vjet. Monaco vazhdimisht krenohet me një nga jetëgjatësitë më të mëdha në botë, me një mesatare prej rreth 87-90 vjetësh dhe dukshëm më të lartë për gratë, shpesh mbi 90 vjeç. Kujdesi shëndetësor është i jashtëzakonshëm në Monaco, i cili është gjithëpërfshirës dhe i klasit botëror, në kombinim midis shërbimeve publike dhe private. Në mënyrë të veçantë, ai është i fokusuar në kujdesin parandalues dhe një raport të lartë mjek-numër banorësh, me investime dhe objekte moderne si Spitali Princesha Grace. Kjo siguron kujdes mjekësor lehtësisht të arritshëm dhe me cilësi të lartë.
Standardi i lartë i jetesës dhe pasuria janë të tjerë faktorë ndikimi në jetëgjatësi. Prosperiteti ekonomik i principatës dhe prodhimi brendshëm bruto e lartë, për frymë, kontribuojnë në kushte jetesës superiore, duke përfshirë mjedis të pastër dhe qasje në burime cilësore. Banorët shpesh i përmbahen një dietë mesdhetare, të pasur me prodhime të freskëta, ushqime deti dhe vaj ulliri, e njohur për përfitimet e saj shëndetësore. Një stil jetese aktiv dhe i orientuar drejt natyrës është gjithashtu i zakonshëm. Monaco karakterizohet nga shkallë të ulta krimi, një atmosferë përgjithsisht paqësore dhe një ndjenjë fort komuniteti për shkak të sipërfaqes së tij të vogël. Kjo nxit angazhimin shoqëror dhe zvogëlon stresin, veçanërisht për të moshuarit që mbeten të integruar dhe aktiv.